Përshëndetje miq, unë jam Gentian Fani. Sonte desha t'ju flisja pak në lidhje me veprën e njohur të Marin Barletit, Historia e Skënderbeut, i cili është ky libër. Libri është shkruar nga Marin Barleti dhe është botuar në Rom rreth viteve 1508-1510 dhe në origjinal është shkruar në italisht. Ky është libri i dytë i Barletit, pasi vepra e parë, libri i parë i Barletit është Rrethimi i Shkodrës, i botuar në Venedik, në Venecia, në Republikën e Venecias në vitin 1504. Pra, si radhë kronologjike, Historia e Skënderbeut i bie domethënë që të jetë libri i dytë i Barletit, libër historie. Historia e Skënderbeut është një nga veprat më të njohura në lidhje me historinë e Skënderbeut. Siç e thash, për herë të parë është shkruar në italisht, pastaj shumë vonë është përkthyer në gjuhën shqipe. Pasi Marin Barleti, si shumë historianë të tjerë, shkruante në gjuhën që ishte më e parapur në Europë në atë kohë, që ishte italishtja dhe latinishtja. Siç e thash, libri flet për historinë e Skënderbeut dhe na jep shumë detaje të rëndësishme për eroin ton kombëtar. Marin Barleti në parathënien e librit përmend se ai vetë, domethënë si historian, ka qenë bashkëkohës i eroit ton kombëtar, Skënderbeut. Dhe për këtë arsye, domethënë vepra e Barletit ja vjen të lexohet, pasi është shkruar nga një dëshmitar i kohës së Skënderbeut, dhe kjo, për mendimin tim, është shumë e rëndësishme, se është ndryshe të shkruash një libër historie për një personazh historik pasi ai ka kohë që ka vdekur, dhe ndryshe të shkruash libër historie për një personazh që është bashkëkohës i yt. Domethënë, dhe për këtë arsye është shumë i rëndësishëm libri Historia e Skënderbeut. Barleti përveç saj në parathënien e librit thekson që përveç se ai ka qenë bashkëkohës i Skënderbeut, ai ka dëgjuar dhe ka pyetur edhe shumë dëshmitar të tjerë dhe miq të eroit ton kombëtar, të Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Dhe kjo është, për mendimin tim, pika e dytë e rëndësishme, e cila i jep më shumë vlerë veprës së Barletit, pasi e plotson atë. Domethënë është një libër që bazohet në dëshmi reale dhe jo në teza ose në mendime të pabazuara. Domethënë, si bashkëkohës, ai ka parë ngjarjet në afër Barleti. Dhe për këtë arsye, për mendimin tim, është shumë i besueshëm. Në kohën kur ka jetuar Barleti, ka qenë një kohë luftrash të vazhdueshme me Perandorinë Osmane, pasi ushtri të tëra osmane përpiqeshin në të gjitha mënyrat për të pushtuar territoret e Ballkanit, me qëllim që të kalonin në Itali dhe të pushtonin Europën. Pra, domethënë, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për njerëzit që jetonin në atë kohë. Dhe Barleti këto ngjarje, domethënë, i prek edhe në libër. Ai flet për shembull për rrethimet e otomanëve, rrethimin e Krujës, rrethimin e Shkodrës e me radhë. Dhe për mendimin tim duhet lexuar patjetër nga historianët dhe nga njerëzit të cilët janë shumë të interesuar për historinë mesjetare të Shqipërisë. Kemi të bëjmë me një kohë kur Republika e Venedikut mbante të pushtuara të gjithë, pothuajse të gjithë bregdetin shqiptar, dhe nga ana tjetër ushtrit osmane
mundoheshin me të gjitha forcat e tyre që të pushtonin pjesën tjetër të Shqipërisë. Në një farë mënyre, Osmanët u përballën edhe me përveç rezistencës së Skënderbeut, në një farë mënyre u përballën edhe me rezistencën e venedikasve. Pasi siç e thash, pjesa bregdetare e Shqipërisë ka qenë e pushtuar prej venedikasve. Libri jep shumë detaje në lidhje me marrëdhëniet e Skënderbeut me Republikën e Venedikut edhe me shtetet e tjera. Njëra nga gjërat që më ka bërë mua më shumë përshtypje te libri është se Marin Barleti përmend edhe ose na jep fakte në lidhje me jetën e errshme të Skënderbeut. Pra, do të na i flet për periudhën kur Skënderbeu ka qenë ushtarak ose generali perandorisë osmane, flet për marrëdhëniet e Skënderbeut me sultanin. Për t'u habitur është edhe fakti se Barleti na jep të dhëna edhe për 2 luftimet që Skënderbeu bente me luftëtar të tjerë kur ishte në oborin e sultanit. Për shembull, në libër Barleti përmend 2 luftim të Skënderbeut me një luftarak me origjinë tartare në Edirne. Edirneja ka qenë kryeqyteti perandorisë osmane në kohën e Skënderbeut. Dhe sipas Barletit thuhet që Skënderbeu në fund fare të 2 luftimit e vret tartarin dhe sultani i cili shikonte të gjithë ndeshjen e ngrit në këmbë dhe e nderon Skënderbeun. Pra, jep shumë dëshmi interesante nga jeta e Skënderbeut, Marin Barleti. Përveç këtyre, Barleti na jep të dhëna edhe për toponimet në Shqipëri, për emrat e vendeve, për popullsinë, për kulturën, për mentalitetin e kohës, i cili është shumë i rëndësishëm për mendimin tim, se pa kuptuar mentalitetin e kohës të njerëzve është pak e vështirë të arrish në një konkluzion historik për historinë e Shqipërisë atyre viteve. Marin Barleti, si shumë shqiptar të tjerë, pas pushtimit të Shqipërisë në vitin 1479 nga perandoria osmane, largohet drejt Venedikut bashkë me shumë bashkombës me shqiptar të tjerë dhe vendoset në Itali, në Venedik. Atje jeton bashkë me komunitetin shqiptar. Edhe ka pasur marrëdhënie të vazhdueshme me shqiptar të tjerë në Venedik edhe në vende të tjera të Italisë. Librin unë ja u sugjeroj që ta lexoni patjetër. Ky që kam në dorë është një botim shumë i mirë i veprës së Barletit. Do mundohem që të bëj edhe video të tjera në lidhje me veprën e Barletit dhe do të theksoj që është e pamundur që t'i përmbledhësh të gjitha informacionet që jepen në libër në një video. Për këtë arsye do të mundohem të krijoj edhe video të tjera për Barletin edhe për fusha të tjera të historisë. Shifemi në video të tjera.